Fakt ne kemi prit që ky ligj të vjen për rishikim ashtu siç e keni proklamuar edhe ditën kur e kemi miratu buxhetin, po në fakt ka një propozim kryesisht me dy pika kryesore, që kryesisht një pjesë e madhe e këtyre mjeteve me u ndas si subvencione. Tash po besoj arsyeën pse po ndodh kjo e kemi qartë gjithë, edhe paka shumë pedim pse po bëhet kjo, po qysh është e mundshme me ardh në farë forme rishikimi i buxhetit vetëm për këto dy qëllime, mos më bën në gjitha organizata tjera buxhetore ku ne jemi dëshmitar që edhe ditën kur e kemi miratu buxhetin, keni thonë që ka nevojë urgjente me u bën rishikimi i buxhetit, dhe e treta ju thatë që një pjesë e buxhetit ku keni më marrë për me e ndakët shumë për 122 milione, po kryesisht ishin parashikime. Do të thonë nuk është që e keni shumë të saktësuar prej cila pozicione jeni të marrë mjetet për me nda këto 122 milion euro subvencione, që po besoj gjithë jemi dëshmitarë që kjo më shumë po bëhet për blerje të votash, me që jemi në prag të shkores në zgjedhje, dhe a do të duhej që sot ta kemi propozimin për rishikim të buxhetit edhe në organizata tjera buxhetore, të parë parasysh që ka në shumë projekte mungesë të mjeteve, e ndoshta me ndaj projekt aty këtu dhe edhe të prisë të mjeteve. Çështja e rishikimit është e saktë, pra ajo çfarë kemi thënë ende qëndron që na duhet një rishikim për gjitha organizatat buxhetore, gjithsesi kjo merr më shumë kohë, pra sa i përket afatit kohor, sepse ligji parashit që duhet të ketë konsultime me gjitha organizatat që bëhet rishikimi. Në këtë rast ne kemi sjell rishikim që prek vetëm Ministrinë e Financave si organizatë buxhetore, prandaj edhe ka qenë më e lehtë që të përshpejtohet. Ju e dini që ndërmjet deklaratës që kemi pasur dhe seancës për miratimin e buxhetit në muajin shkurt dhe tani ku jemi, ka ndodhur edhe diçka tjetër, pra ka ndodhur lufta në Xhirin Persik apo në Iran. Gjë që ka ndryshuar komplet situatën, dhe si rrjedhoi e kësaj ka qenë edhe vetë kërkesa e deputetëve, pra gjitha grupeve parlamentare që qeveria t'u dalë në mbështetje qytetarëve. Madje unë kam theksuar edhe atë për t'ju referuar edhe kësaj shprehjes së fundit që e përdoret, pra sa i përket blerjes së votave, është vetëm se dilema që sa herë që kërkohet që qeveria të dalë në mbështetje, pra kërkohet edhe nga vetë opozita që qeveria të mbështet qytetarët, pastaj kur ne përgatisim pako pikërisht për ta përmbushur atë kërkesë, për të mbështetur qytetarët, kemi akuzat të tilla, që nuk qëndron. Pra ka qenë kërkesë edhe vetë e deputetëve të opozitës, ka pasur seancë debat për këtë çështje që qeveria duhet t'u dalë qytetarëve në ndihmë, si rezultat i tronditjes që kanë mësuar tregjet, kryesisht të burimeve apo resurseve bazë, si që janë çmimi i naftës, e që rezulton pastaj edhe me presione shtesë inflacionare në produktet e tjera, si dhe mund të ketë edhe shkurtesa. Pra, kjo pako është e nevojshme për t'u dalë në mbështetje qytetarëve, ashtu siç edhe ka qenë e kërkuar në seancën e kuvendit të mbajtur nga të gjitha grupet parlamentare që i kam dëgjuar ditë në diskutim. Faleminderit. Të miratohet në parem projekt ligji numër 10L 045 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 10L 001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Bëhemi gati për votim, nderuar kolegë deputet, kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenim? Konstatoj që me 6 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim, miratohet kjo pika e rendit ditës. Faleminderit, nderuar anëtarë të komisionit. Para jush, pra kemi projekt ligjin për parandalimin e pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Ky projekt ligj ngjajshëm sikurse edhe projekt ligji tjetër që ishte proceduar sa i përket çështjes së shërbimeve të pagesave, është pjesë e pakos bashkë edhe me ligjin për bankat i cili ka kaluar më herët pra gjatë legislaturës së kaluar. Këto 3 ligje janë pjesë e paketës për mundësimin e integrimit tonë në SEPA. Gjithsesi, ky projekt ligj kishte kaluar në legislaturën e kaluar në kuvend, mirë po më pastaj nga gjykata kushtetuese ishte rrëzuar për shkak të çështjeve apo arsyeve procedurale. Ne kemi risjell vetëm se arsyeja pse është ndarë nga pakoja e mëparshme e ligjit, pra nga shërbimit të pagesave, ka qenë sepse DG Fizma apo
komisioni apo direktorati në këtë rast i Bashkimit Evropian ka pasur komente shtesë dhe ka qenë e nevojshme që të bën disa përditësime sa i përket harmonizimit me direktivat e reja të Bashkimit Evropian dhe është dashur pra që të merret edhe një herë drita e gjelbërt sa i përket këtyre përmirësimeve. Tani e kemi sjellur pra projekt ligjin, përfshirë edhe komentet e tyre dhe këto përditësime dhe kësaj pra mund të procedohet tutje, prandaj lutja jonë është që të miratohet ky projekt ligj në mënyrë që të kompletohet paketa e ligjeve të nevojshme për sepa. Nëse jo, bëhemi gati për votim. Kush është për? A kemi vota kundër? Abstenim? Konstatoj që me 6 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, kalon në parim projekt ligji dhe komisioni rekomandon që projekt ligji numër 10L 046 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05L 096 për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit të përcillet për seancë plenare. Bre minister, mirish kom ju besu. Qëre po do të me rritë më të madhe, mas pare që të fletën që tyra dhe se në një sjellë se institucioni se vazhdimisht i kritikojna, që nuk po shihen qartë. Në do është me rritë këtë format fatkeqësisht. E dyta, na për shumë edhe dim gjithë se cilë është qëllimi edhe sigurisht që ju mëni me mohu se me të vërtet vetëvendosja e ka një farë prirje interesante edhe ku të nxan të vjedh, i vjen i noti pse e ka nxan të vjedh. Do më thonë, jo edhe i mbroni hajnat, edhe i vjen i noti pse i nxan të vjedh, edhe e mohani vazhdimisht, sepse kjo është politika dhe filozofia ju. Buxheti është diskutuar edhe më herët kur u votu për vitin 2026. Dhe ju keni dhënë premtime si qeveri dhe si mazhurancë që keni më bërë një rishikim të mirëfillt ku keni më realizuar edhe premtimet ose keni më planifikuar edhe premtimet e juaja, por edhe institucionet të cilat janë të pa planifikuar që keni rrit në 21 ministri që do të realizohet edhe planifikimi i mirëfillt buxhetor. Ndërsa kur po vini sot dhe po arsyetoheni që kriza për shkak të luftës është menduar që të ndihmojë qytetarëve, po vini pak ditë para se më shpall zgjedhjet. Kur ne kemi kërkuar që me të vërtetë të ndihmojë qytetarët. Po a dim se ne e dim se data është. Po konstatoj që ka thënë gjykata kushtetuese. Në rregull, edhe zgjedhën e presidentit unë e heqi kapelën, se në kohë se institucionet janë mirë. Po 90% po di se po shkon në zgjedhje. Jo, prapë ju s'pi pranoni, pse edhe pidini se keni më shkuar në zgjedhje, prapë nuk i pranoni. Fokusohen tem deputat është mirë. Unë gjithmonë fokusohem në temë, do lidhet se ç'kjo këtë temë është. Kemi seancën, po na pret. Me pas ditë që kena seancën nuk ish dosh me vendos sot, nitin ku. Do më thonë, kjo është një tjetër shkelje. Do më thonë, deputetit që i bëhet që na mos me marr pjesë në seancë që është primare para se me ka mbledhje komisionit. Dhe në këtë aspekt, sigurisht që na ish dosh më koncentru me pa një rishikim të mirëfillt të buxhetit dhe të planifikimit të mirëfillt ku qytetari ndihet i përfaqësuar, ndihet që po ka me të vërtet një ndryshim të mirëfillt. Ne kemi kërkuar që me ndihmu qytetarit ku jo mi prek mas pori xhepin e qytetarit me thonë unë tani masani ti dhon. Paret, po me rrugë para se mi shpenzu qytetarit paret. Kjo kishte ndodhur sikur ka ndodhur në Evropë ku akciza dhe TV-sha ose është hek për kushtesh ose është reduktu. Jo më thonë ase kena këtë politikë, na po fitojna prapë, që shka thonë edhe kryeministri juaj. E kryeministri i Kosovës. Ai mund me kohë gjithë juve, po sigurisht unë respektoj institucionet e Kosovës, po kur nuk më përfaqëson mua. Pavarësisht asaj. Ai tash është kryeministri i Kosovës dhe mundet më tall tash edhe me qytetarët e vendit ku po rritet zullumi çdo ditë i çmimeve të mëdha. Jo më thonë, jo na kena pru ligjin për reduktime, për çmimin tavan, por nuk është ajo politikë e mirëfillt
që mundet me lehtësu qytetarët. Dhe këtu kanë treguar edhe shumë të tjera ku mundet me pas edhe mungesë pastaj të produkteve për shkak të rritjes të çmimeve apo të çmimit tavan. Rritja prej 120 milion euro për subvencione dhe transfere për programe ringjallëse ekonomike është një veprim drejt për drejt që synon vlerën e votave e asgjë tjetër. Madje që sot po ja uroj qytetarëve dhe po jap lajmin që do të marrin ka 100 euro pak para zgjedhjeve qysh deri më bë. Rishikimi i buxhetit pak ditë para zgjedhjeve nuk është rastësi. Ai paraqet një shembull tipik të politikës fiskale me motive elektorale, thjesht një sinjal alarmi. Për të kësaj, projekcionet e të hyrave për vitin 2026 janë të mbivlerësuara dhe të pambështetura në indikator kryesor makroekonomik, rritja reale ekonomike, bazat tatimore dhe elasticiteti të hyrave. Unë besoj që ju jeni në një panik, tuajën para zgjedhore, po fatkeqësisht do në mishti në panik ekonomike edhe qytetarët e vendit në aspektin afatgjat që do të ndikojë edhe kjo. Po ju se keni derë këtë çështje, sigurisht, sepse jeni mësu me shkel edhe kushtetutën, me shkel edhe ligjet, po me shkel edhe parimet, po me shkel edhe parimet e juja, prandaj sigurisht që njërin vesh i hin e tjetrin i del pa asnjë problem. Edhe sigurisht numrat e keni dhe i kaloni pa problem. Ministër, Sa i përket kohës, unë po besoj që është e qartë që kriza apo tronditja e tregjeve që kanë ndodhur me luftën e xhirin persik nuk është që kanë ndodhur vite më parë, pra kemi tash pak më shumë se një muaj është që kanë ndodhur. Domethënë, nuk është se si ne kemi mundur ta parashohim apo ta përcaktojmë datën se kur ndodh kjo gjë. Dëshira do të ishte që të mos kishte ndodhur fare dhe të mos kishim nevojë pra për ndërhyrje të tilla emergjente për të mbështetur qytetarët. Por ja që ka lindur nevoja, për më tepër ka qenë edhe kërkesa vetë kuvendit për gjatë diskutimit në debatin parlamentar. Kjo i vjen ministër ku do dhe aksidenti do me prit një muaj ditë, jo deri sot jo ndërhyrje. Pacienti mund me vdek, ministër. Qytetari mund me vdek, mundet me rrit, mundet me rrit, shpenzimet ekstreme që dikush mund të pas edhe vështirësi të mëdha. Dhe ju e keni lodhur qytetarin çdo zvarr sepse keni dashur me akumulu më shumë buxhet, që ju pastaj me shit frajllak që shpendoj juve buxhetin për dalë ndihmë. Po mbon shumë përshtypje brengosja e opozitës për parimet e premtimit tona. Unë nuk e di prej kur ky shqetësim që ne të mos lëvizim nga qëndrimet, parimet ose dhe zotimet e premtimet që kemi thonë në fushat. Ato janë premtimet tona, po jetësojmë, ju keni përfaqësu politik, premtime e diçka tjetër në fushatën e juj, e keni marrë rezultat, ne e kemi thonë çdo zotime, çdo po jetësojmë, edhe nuk e di ku është problemi këtu. Tjetra, dëshirë tepër e madhe për zgjedhje. Ç'është gjithë kjo dëshirë? Ju jeni deputet. Nuk kena pak muj prej që kanë përfundu zgjedhjet, edhe në një anë kërkoni zgjedhje me patjetër dhe s'kontriboni në zgjedhjen e presidentit të ri, anën tjetër manifestoni frikë të paparë. Po bëni pako për blerje votash, po bëni elektorale kështu. Kjo është fyrje, me thonë sot, po bleni vota, kush e përmend këto të dy bashkë. Kush po e shet votën në Kosovë që po e blejmë na? Kush është të e shit votën? A po shesin votën qytetarët e Kosovës? A shitet qytetarët e Kosovës? Unë nuk besoj që shitet, edhe vota nuk blehet. Që shpërmendi ministri, të gjithë ju në seancë keni insistu për pako ekonomike në mbështetje të qytetarëve dhe të bizneseve. Tash kur erdhi pakoja, po vjen në fakt, ju e keni hallin mos elektorale na qenë ka kjo. Po tash ju e keni mundësin me pa mundësu që mos me qenë elektorale. Ty mos na shu në zgjedhje. Në një anë e dini që zgjedhjet janë të panevojshme, e po insistoni në to, anën tjetër po manifestoni frikë të papar. Edhe në një anë flisni për krizë të madhe, anën tjetër kundërshtoni diçka që ndihmon me te kalu, po themi, krizën e pretenduar prej anës suaj. Në Kosovë ka një krizë të madhe, po krizë të madhe ka opozita. Pra nuk po arrin të këndellet që prej zgjedhjeve të fundit edhe rezultatit të 28 dhjetorit. Kosova vërtet ka nevojë për opozit, edhe ne si qeveri kemi, si mazhorancë kemi nevojë për opozit mirëfillt, sepse
opozita mirëfillt na ndihmon edhe neve që t'jemi qeverisje më efikase, legjislaturë më efikase, ligje më të mira, buxhet më të mirë, edhe punë më të mira për vendin. Pra na jemi të gatshëm me ndihmu që opozita të këndellet e ta marrë veten, po nuk e di LDK-ja ka qenë kështu. Po PDK-ja prej kur është bazë mish as peshk, nuk e di që ka ndodhur dhe jo. Me të vërtetë nëse kishit pas dëshirë me ndihmu qytetarëve, nalni çdo shpenzimet e juaja për xhipa, për nafte, për shpenzime për dreka, darka, që vazhdimisht keni ka gja kritik kur keni qenë opozitë. E tash i keni rrit shpenzimet edhe për xhipa, edhe për shpenzime vazhdueshme që i keni si ministri, si në kuvend, i nalën bre, edhe na si kuvend që ka nevojë minor shpenzimet, edhe si deputet, edhe si qeveri, e të merrem me ndryshime reale, po një do të më thonë me të vërtet që do të më pasë edhe me njohë, edhe na opozita ka herë ku të bën një punë të mirë. Do të më thonë për hajë që keni qelë fabrikën, edhe Albin Kurtit, edhe juve, fabrikën e krypës, që e keni kryp qytetarë të rrajtë.